Pardon my French. Ja ku jemi në pjesën e dytë të Pardon My French, live në Top Albania Radio, po ashtu edhe në kanalin 10 në digital, dhe në studio kemi 3 personalitete, do thoja unë, nisur që nga Andro, 3 superyje të cilët do të na tregojnë sot detaje sa i përket një prej festivaleve më interesant që do të ndodh pikërisht në datën 9 deri në 12 korrik në Zvërnec. Andro Buxhuku, mirë se vjen, është themeluesi i Sundance Festival, Kristi Haskaj dhe Egli Çela, po ashtu, të cilët janë organizator, dashamirës dhe le të themi njerëz që pëlqejnë muzikën elektronike. Se prandaj jemi në këtë tavolinë. Mirë se vini. Mirë se vini. Mirë se vini, është shumë kënaqësi që të jeni në Top Albania Radio, gjithmonë në Top Radio, jo vetëm që ka vend për muzikë të mirë, për evente të bukura artistike, por edhe për të folur për detaje që publiku që po na ndjek ti di mirë këto detaje. Për shembull. Ti që po bëhesh gati që që kur e ke marrë vesh që do të bëhet Sundance Festival. Po Andro, po e nis me ty. Nga fillimet, unë në fakt kam qenë pjesë e atyre festave të bukura që janë bërë me atë perëndimin e diellit, të dielave, edhe besoj që aty ishte piknisja e Sundance. Por si erdhi ideja për të zhvilluar në Zvërnec dhe cili ishte vizioni juaj fillestar për këtë festival? Atëherë unë do zgjatem çik më shumë. Nuk është piknisja aty ku ka ardhur ti, domethënë, është pak më herët. Që ka më thellë gjëja. Ka një zanafill pak çuditshme. Ne kemi nis me të shtunat të Saturday Rituals. Saturday Rituals, to shtugjë festa, ishin festa të vogla në Beach Bar. Aty në Jalë, në Folli, prap. Edhe në vitin 2017-2018 kemi vazhduar aty për disa vite. Pastaj në 2021 kemi dalë në një lokacion tjetër aty afër, ku edhe ti e ke aty që ke parë. Po, që kaloj të dielave. Të dielave, pastaj kaluam të dielave, por me një lloj qëllimi që meqense të dielat ishin çik si bosh, në jug s'para kishte shumë festa, thamë të ndërtojmë të dielën, të japim një shans njerëzve, bëjnë edhe të dielën pak më të bukur, pak më dhe le të vonohen të hënave në punë. Pastaj pjesën e çfarës në punë, duhet ta zgjidhin vetë, nuk e di, po që me thënë drejt kemi prish pak punë disave. Megjithatë, kështu u kriju dhe kështu filloi. Pra kemi 6 vite rresht që bëjmë Sundance në Jalë, në Folli Marin, edhe këtë vit vendosëm që të kalojmë festival. Po. Për ta provuar çik veten më shumë akoma, më upgrade domethënë festa. Pse në Zvërnec? Po që në dhjetor bilës ka kjo ide që kemi zgjedhur Zvërnecin, në u duk një vend shumë piktoresk, me thënë drejtën, edhe për prezantu diçka ndryshe edhe tek njerëzit edhe këtë huaj, sepse fatikisht ne po bëjmë goxha promocion nëpër Europë, jashtë shtetit, për të ardhur të huaj, turist. Edhe na u duk një vend shumë interesant për këtë gjë. Edhe vendosëm aty. Kjo ishte e gjitha, nuk është se ka ndonjë ide për shumë se kaq. Pra, lajmi i mirë është që shumë të huaj kanë goxha interes jo vetëm për festivalin, edhe për pikën që ju keni zgjedhur, pra për ta zhvilluar. Mendoj që po. Është zona më e nxehtë. Atëherë, e momentit po. Po, çfarë bën këtë edicion të veçantë krahasuar me festivalet e tjera të muzikës elektronike? Praktikisht. Duke qenë se Sundance është si një udhëtim shpirtëror, spiritual, njerëzit do kalojnë një eksperiencë spirituale, personale që nuk e gjen në asnjë event tjetër. Gjithashtu do kenë dhe mundësinë, duke qenë se ne kemi promovuar me kompani të huaja në Amerikë Latine, ku dëgohet më shumë rryma progresive në Amerikë Latine, në Europë, kështu që njerëzit do kenë mundësi, duke qenë në Shqipëri, të bëjnë sa më shumë njohje të reja nga e gjithë bota. Muzika Sundance Festival është komplet ndryshe nga çdo muzikë që luhet në Shqipëri për momentin. Këtë e vërtetoj. Ne jemi pak më të muzika progresive, house, më underground, jo kjo muzika komerciale që dëgohet në radio apo në beach bar apo në vende të tjera, kështu që do kenë mundësi të dëgjojnë emrat më të mëdhej që janë të kësaj rryme, të kësaj rryme do vinë gjithë në Shqipëri në një lokacion perfekt, ku do ketë shumë aktivitete të ndryshme. Domethënë nuk ka vetëm muzikë në këtë festival, nuk ka vetëm muzikë në Sundance, ka edhe aktivitete të tjera. Më ndihmoni pak çuna, çfarë do? Për shembull, unë do të vi dhe çfarë do të gjej aty gjatë gjithë ditës? Çfarë do të mundemi të bëjmë? Ne
Fillimisht festivali do jetë 24 shtat aktiv. Domethënë përveç 2 orarshit që është 10 e mëngjesit me 12. Në ato 2 orarshin mund edhe të flinin ose të ham branch. Nuk ka gjumë. Mirë do ishte mos me flet se do humbësh duhet me gjetë zgjidhje. Pra ato 2 orarshin nga ora 10 deri në orën 12 ne kemi vendosur të bëjmë një kakao ceremoni me një grup të huash që do vinë edhe do organizojnë, do merren me këtë pjesën. Edhe ajo është si një lloj rituali ku njerëzit domethënë mund të afrohen edhe të eksplorojnë më shumë domethënë nga vetja e tyre është detoksi nga nata e kaluar që po. Do ketë meditim, yoga, gjatë këtyre sound therapy, domethënë muzika do vazhdoj, po do jetë healing, do jetë muzikë për healing, për një reset që ti të jesh gati për ditën. Pra, ai 2 orarshi do funksionoj, do jetë zëvendësimi i gjumit. Në shërbim të pas publicitetit do të flasim sërish me çunat për Sundance Festival. U përshtat Kloj fix me atmosferën. DJ shumë mirë. On point. Vitin tjetër do ta marrim. Bogati Kloj. A ishte e vështirë, domethënë dhe sfiduese që të bëje një organizim kaq të madh duke përfshirë artistë shumë të mirë ndërkombëtar, po edhe pjesën shqiptare pastaj? Është e vështirë. Është shumë e vështirë. Janë mbi 50 artistë. Mbi 50 artistë do një logjistikë shumë perfekte, me hoteleri, me biletat, me rider teknik që kërkojnë, me çdo gjë. Po përveç kësaj edhe organizimi në terren është një gjë vete, komplet shumë e vështirë, se është një vend i virgjër, do të organizu çdo gjë, që nga teknika, që nga stagjet. Çdo gjë. Pra nuk është një gjë e lehtë kjo. Ne kemi hyrë kësaj, domethënë pa e ditë çana pret, por ndërkohë të ecim do ja dalim. Ja keni dal domethënë. Pra ka pasur momente të vështira, por i keni kapituar me sukses. Patjetër. Çfarë pritet çuna nga artistët? Domethënë kemi emra shumë të mirë, të cilët ju mund t'i përmendni të DJ-ve ndërkombëtar, edhe domethënë komunikimi që ju keni pasur me ata, besoj ju lë edhe juve të kuptoni se çfarë ndjesie kanë ata për këtë festival apo jo? Patjetër kemi emra shumë të mëdhenj si Damien Lazarus, Lee Burridge, Guy Manzur, Nick Warren, Sasha Digwit, Sebastian Leger, është shumë artistë të tjerë international që disa kanë performuar në vitet e kaluara të Sundance-it, ka qenë DJ që kanë spikatur më shumë tek njerëzit gjatë viteve, disa të tjerë janë për herë të parë. Gjithashtu kemi dhe emrat lokal që është Bani Dervishio, se Bani di që është një nga themeluesit e Sundance Festival që në Saturday Rituals që në domethënë ka besnik të Sundance. Po. Bani ka qenë që të Saturday Ritual kur bë Sundance çdo të diel, çdo të shtunë dhe gjithashtu është edhe në festival. Gjithashtu kemi dhe emra të tjerë lokal nga Kosova, Maqedonia e tjerë. Të cilët bëjnë muzikë elektronike dhe i përshtaten atmosferës. Nikose. Çfarë ndikimi prisni që festivali të ketë në turizmin dhe ekonominë lokale? Në turizëm mendoj që ka patjetër, sepse gjysma e kapacitetit që presim në të vinë janë të huaj. Kështu që normalisht që këtu kemi një gjë të mirë për turizmin. Pastaj në ekonomi mendoj që edhe ato hotelerit gjithë aty për qark që janë ato Airbnb-t, vilat e vogla, hotelet gjitha do mbushen nga klientë të festivalit. Do shijojnë natyrën shqiptare, do flasin për natyrën shqiptare. Patjetër. Dhe vitin tjetër do vinë akoma edhe më entuziast për ta shijuar muzikën edhe natyrën shqiptare. Sa e rëndësishme është për ju Andro të përfshini dhe artistët shqiptar. Pra në një event të tillë kaq interesant ku ka artistë huaj, ju përfshini edhe shqiptar. A mendoni se edhe artistët tanë e kanë, le të themi, një rrugë të hapur nëse një festival do të ndodhë jashtë kufive shqiptare? Patjetër, ne i përfshim gjithmonë ata, sepse edhe kemi qejf t'i promovojmë në evente kaq të mëdha, edhe e meritojnë disa patjetër që po, edhe pse jo, nëse
Sandeci do zhvillohet edhe për te kufive, ato do jenë pjesë të kësaj. Do jenë patjetër, do dalin edhe jashtë kufive. Përveç artistëve si DJ, për shembull, ne gjithashtu i kemi dhënë mundësinë dhe bizneseve lokale, domethënë det food zona dhe bizneset nga më të mirat lokale, gjithashtu do ketë artistë që do bëjnë body paint, face paint, domethënë do ketë artistë të gjitha fushave, gjithashtu dhe të kulinarisë shqiptare që do japet mundësia që të prezantohen me të gjithë turistët që do vinë. Egli, nëse do duhet të veçoje një moment që publiku nuk duhet ta humbas në asnjë lloj mënyre në Sundance, cili do të ishte për ty nëse të lejohet të zbulosh surpriza? Disa gjëra të vogla. Të vogla, vetëm disa hinte. Të zbuloj diçka nuk kam, po kam për të thënë që gjëja që nuk duhet humbur për më tepër nga të hujt, ne kemi klimën në Shqipëri gjatë që e kemi shumë të mirë, edhe aty ti ke detin, malin, pyll, nëse do mund ta quaj kështu, e ke gjitha në një vend. Edhe për më tepër është fakti që ti ke muzikën 24/7, gjë që është shumë e vështirë për ta parë në vende të tjera të botës, a kupton? Edhe kur vinë domethënë njerëzit këtu edhe e përjetojnë këtë si gjë, është si një fest që nuk ka fund kurrë. Një fest që nuk mbaron. Jeta e Niko Komalit. Një fest që nuk mbaron. Fundi është fillimi, nuk e kupton. Nuk e kupton dot. Çfarë lloji audiencë prisni këtë vit dhe nga cilat vende ka pasur më shumë kërkesa? Po, duke qenë se ne kemi bërë partneritete me media të huaja, kemi bërë marketing në të gjithë Europën, në Angli, në Amerikë Latine dhe biletat më së shumti janë shitur në Argjentinë, Brazil, kemi shitur dhe në Gjermani, Itali, Francë, dhe pjesën e Ballkanit dhe Shqipërisë që e mbulojmë vetë, po pjesa tjetër që e kanë mbuluar partnerët e huaj që na ka surprizuar është Amerika Latine. Shiko, Amerika Latine. Po. Dhe me që Kristi përmendi biletat, edhe ju që duhet të nxitoni sepse kanë mbetur shumë pak, në datën 9 deri në 12 do keni një festë të jashtëzakonshme në Sundance Festival. Është Sundance Visnëmes festival.com, aty mund të bëni tuajën biletën për të shijuar një nga festivalet më të veçantë të kësaj vere. Si kanë qenë reagimet, domethënë, ju po thoni që ka pasur interes, po reagimet, a ju bëjnë pyetje të çuditshme Andro? Çfarë presin më shumë, çfarë duan të dinë më shumë, për çfarë janë kurioz më shumë? Pyetje çuditshme, me thënë drejtën, nuk është se ka shumë, po pyetje normale, çfarë do ndodhi, çfarë ore, a është e sigurt kjo, a është e sigurt ajo, kur të vim, çfarë do ha, nga këto zakonshme. A ka shop, sepse ka disa dyqane që do kemi kështu për më shumë për elemente simbolik të festës e kështu, edhe a ka transport, a ka të gjitha janë, po pyesin njerëzit për këto. Gjithsesi, më mirë që pyesin, që të jenë të qartë. Pra janë të gjitha, ka ushqim, muzikë të mirë, artist, transport, fjetje, det, shop, natyrë, çfarë të doni ju. Janë ditë në të cilat mund t'i shfrytëzoni jo vetëm për t'u kënaqur, por edhe për të blerë simbolikën e gjithë festivalit. Do ishte ideale për shkakun të thuash, ku shkove këtë vit pushime? Sundance Festival. Zjati nga data 9 deri në 12 korrik dhe u kënaqja shumë. 3 ditë pushime që do jarëm. Do ishte perfekte si përgjigje. Si e shihni zhvillimin e skenës muzikës elektronike në Shqipëri gjatë viteve të fundit? Çuna. Mund të përgjigjeni të tre, sepse secili nga ju ka mendimin e tij në lidhje me këtë pyetje. Duke qenë se ne kemi nisur eventet tona të para 12 vitesh, kemi qenë në dance floor vetëm 3 veta, 4 veta, 5 veta, pastaj çdo vit që vinte u rriste audienca dhe komuniteti dhe ne kemi dedikuar gjithë jetën kësaj gjë skenës elektronike dhe duke parë nga para 12 vitesh e deri tani është rritur masivisht dhe kjo gjë na ka bërë shumë të lumtur. Si iniciator është një plus shumë i madh, por për Andrën dhe Eglin do ta pres përgjigjen pas publicitetit. Për pak. Sunvisfestival.com, vendi ku mund të bëni tuajën biletën për të qenë pjesë e Sundance Festival. Po flisnim për le të themi zhvillimin e muzikës elektronike në Shqipëri dhe është radha e Eglit dhe Andros që të thonë mendimin e tyre si e keni parë këtë pecuri. Unë mendoj që këto 2 vitet e fundit është përhapur edhe
pëlqejet më shumë nga njerëzit. Do me thonë edhe Gen Z po kthen syt tani tek Po. muzika elektronike. Po, më në fund sepse disa DJ botëror, domethënë e kanë vënë më në trend. Edhe Instagrami ka bërë punën e vet, domethënë. Po, dhe rrjetet sociale, po. Kështu që kështu mendoj, këto 2 vitet e fundit ka marrë për masa shumë më të mëdhaja, domethënë se sa zhanra të tjerë të muzikës. A janë dhe festivalet në modë, Andro, tashmë? Janë. Goxha, në botë ka shumë festivale. Më doli një gjë këtu që e pash, ishin diku te 200 festivale në vit. Pra i bie që më shumë ka festival, do një ditë po, një ditë jo një festival. Ishte kështu e pa imagjinimin. Sipas llogarive, po. Edhe në Shqipëri me thënë drejtën ja bërë goxha evente elektronike, sidomos të 5 vitet e fundit, me thënë drejtën. Kështu që dhe skena elektronike është shtuar fal edhe këtyre eventeve, edhe njerëzit duke dalë dhe jashtë, duke përqafuar shumë festa jashtë shtetit, thënë drejtën e kanë ushqyer edhe këtë gjë. Marrin këtë energjinë, le të themi, të turmës që bëhet bashkë. Para 5-6 vjetësh nuk bëhej fjalë për këtë gjë. 7 vjet ndoshta. Këto 5-6 vjet e fundit kanë ndryshuar gjërat dhe ka ardhur në rritje. Okej, dhe kjo është gjë shumë e mirë, sidomos për njerëz që bëjnë një festival të muzikës elektronike. Ku e shihni si ku e shihni Sundance Festival pas 5 vitesh? Po edhe veten, më pse jo? Aty më në mes. Te Sundance. Dhe cilat janë ambiciet tuaja? Ku e shohim? Me thënë drejtën, në për momentin jemi këtu një herë në Shqipëri. Edhe disa vite të mira, pastaj domethënë ne kemi këtë ambicien për të bërë diçka dhe jashtë me emrin Sundance, por avash nuk për momentin duhet të konsolidohemi edhe një herë. Se ky është viti i parë i Sundance Festival. Kështu që do të kemi pak një historik, le të themi. Do të kemi një histori, le të themi, këtu, ku ka lindur e ku ashtu dhe pastaj shikojmë gjithë për Sundance. Siç dim ne për Coachella, ç'lidhje kemi ne me Coachella? Po e dim që është Sundance. Ka një kod veshje se më kujtoj Coachellën. Do të ketë një kod veshje për shembull në festival? Sundance është stil pak bohemian. Kështu që gjatë gjithë këtyre 5-6 viteve që është bërë Sundance në Jalë, duke qenë se dhe grupi jonë dhe të gjithë gocat janë përshtatur me këtë lloj veshje dhe kanë promovuar këtë lloj veshje, kështu që shumica e njerëzve e din se çfarë duhet veshje në Sundance, po për ato që nuk e din, ne kemi Sundance Shop që është brenda në festival. Po, dhe mund të rregullohen aty. Si çunat edhe gocat mund të make-up gjithashtu. Mos vini me kapele cowboy, xixa, gjëra thek, kështu, jo, është totalisht gjë e kundër. Pak më thjesht. E dëgjuat ju goca që shkojnë kudo njësoj. Kapele ndoshta, po Cowboys. Jo. Pra ka një kod veshje. Jo shallë dhe shami në kokë të lidhura, ju lutem. Nuk është ai. Jo, nuk është ai lloj. Ju që e keni shijuar muzikën, se normalisht dikush që organizon dhe themelon një festival të tillë e shijon dhe e pëlqen vet. Do doja shumë të dija piknisjen. Pra, a ishte një DJ, a ishte një moment, a ishte një person, a ishte një tingull që të bëri ta pëlqeje si energji, si muzikë, si frym? Patjetër që është një gjë kështu. Po ta them me fjalë tamam nuk di ta them, po një gjë e tillë është, domethënë inspirimi gjithmonë ka ardhur nga jashtë. Sigurisht që duke kalu, duke pa ndej çfarë ndodh, edhe këtu pastaj qefi është atë gjë që ti ndjen ta bësh këtu, ta bësh diçka, ta krijosh diçka këtu. Dhe ne ashtu kemi bërë. Ashtu kemi nisur në 2017-ën edhe ja sot po bëjmë një festival. Për ju çuna? Kush ishte? Një emër, një DJ, një nuk e di. Mund të jetë dhe një DJ që të ka. Unë kur e kam nisur në fillim me pjesën e eventeve, kam qenë pak rrym më e fortë, më techno, më kështu, pastaj në 2017 e zbute pak dorën. Po, kur shkuam në foli, takuam Andrën, na prezantoi këtë rrymën e re, që për mua ishte e re në atë moment dhe aty e kuptova që mos më pëlqejnë më festat natën, në ambiente të mbyllur, apo kjo që ka sunset, muzikë e mirë dhe ky switch, domethënë, për ne bën nga Andro dhe Bani, që ishin edhe për ty Eglia. Isoj, ne kena qenë bashkë nga dita e 1. Të pandashëm. Kloj më thotë që kemi edhe një moment të shkurtër publicitet, edhe do rikthehemi edhe për pak minuta të tjera në studio. Ishte festivali. Kristi po thoje kush do t'i bëj rrobat? Unë kam marrë përsipër gocat e grupit,
Kanë çun rroba qepsi, Pa kapele ka u bër. Pa kapele, pa çizme. Pa xixha, pa thek. Po kapele është shumë e rëndësishme. Pa kapele. Andro, duke qenë se jemi drejt minutave të fundit, do doja të dija edhe nga të tre ju, po nga Andro pak më tepër duke qenë se është edhe nismëtari i kësaj fryme, le të themi, i këtij festivali. Çfarë do të gjej publiku atje? Pra, jo vetëm të huajt, por edhe shqiptarët, përveç gjithçkaje që ne folëm, muzikës të mirë, ushqimit, energjisë, diçka tjetër që ti e ke me merak ta thuash edhe është shumë e rëndësishme për ty, për gjithë atë që do të ndodhë në Zvërnec nga data 9 deri në 12 korrik. Aty do gjejnë energjinë e mirë, që të gjithë do gjejnë, do ta lëshojnë veten në maksimum. Pra mos shkoni me komplekse, është këshilla e parë, po. Të heqin gjithë komplekset, edhe aty besoj do të jenë shumë të kënaqur, këtë ditë them, nuk di të them çfarë më shumë. Duket i entuziazmuar që kur e thot, vazhdo kjo që e thot unë që të dëgjoj edhe do iki ta shoh. Unë mendoj që mund të jetë një lloj escape, domethënë ai 5 ditëshi, me heq menjen nga problemet e përditshme, nga puna, nga hallet, edhe me ardha aty jam i sigurt që nuk vetëm te këto problemet nuk do ta kenë menjen, domethënë kam për ta liruar veten komplet, edhe do ta shijojnë nga largohen pak nga përditshmëria. Edhe diçka tjetër që mund të jetë eksperienca që do marrin aty. Do jetë një eksperiencë pa harrueshme që mendoj që do ta kujtojnë mbasi të mbaroj festa, do ta kujtojnë edhe në dimër e pranverë kështu, mendoj. Kristi, mund ndihmo pak me një mesazh për ndoshta ata që po dëgjojnë ose po na shohin në digital, që ende janë në dilemë, ata blem këtë biletën apo jo? Unë po tisha në vendin e atyre që na dëgjojnë dhe nuk do kisha zgjatur deri me një korrik. Nuk do kisha prit deri në fund të kësaj interviste për ta bler biletën, po thjesht njerëzit pas një festivali, pas një eventi, unë shkoj në shumë evente dhe festivale në gjitha brenda dhe jashtë Shqipërisë. Muzika nuk është që e mbaj mend çka ka luajt ky DJ, se janë shumë. Kështu që ajo që të mbet është eksperienca, dhe ne jemi kujdes që eksperienca të jetë e paharrueshme. E paharrueshme. Tani pa i mbetur hatri DJ-ve të huaj, se e di që edhe nuk do na kuptojnë në këtë bisedë. A keni një të preferuar ju prej tyre? Po. Nga të huaj tek e po. Sigurisht që po. Dhe është? Për mua është Damian Lazarus. Okej. Edhe për ty? Po, për mua Damian Lazarus. E kam dëgjuar disa herë në vende të ndryshme, në festivale të ndryshme nëpër botë, edhe është gjithmonë ndryshe. Gjithmonë ma ka dhënë një ndjesi tjetër. Pra nuk ka të njëjtin set. Nëse e dëgjon 2 herë. Jo. Siç na ndodh ndonjëherë. Profesionalizmi këto ka, që ata nuk lënë njësoj asnjëherë. Kështu që edhe gjithmonë shumë bukur. Te kjo është. Ti Kristi ke dikë tjetër apo? Unë kam një të preferuar, po nuk është nga emrat headliner, e kam dëgjuar vjet në hapjen e Sundance-it në Foli Marine, është Rodriguez Jr, i cili ka bërë një set gjysmë live, gjysmë, domethënë hybrid set, dhe më ka lënë pa fjalë, kështu që ti e ke të preferuarin. Dhe seti special që do jetë Sasha Back to Back John Digweed, që janë legjendat e muzikës elektronike progresive. Ai do jetë më speciali për gjithë festivalin. Pra, i është highlighti, po thua, që nuk duhet. Ditën e shtunë, datë 11, ora 12:00 deri në 3 të mëngjesit, 3 orë muzikë të paharrueshme që nuk do ta humbësh. Ja, e zbuloj Andro diçka, kjo do të ishte surpriza ndoshta ose highlighti përveç eksperiencës fantastike që ju do të gjeni atje. Nëse ende jeni në dilemë, është sundancevizfestival.com, vendi ku do të bëni patjetër tuajën biletën për të qenë pjesë e një prej festivaleve më interesante dhe me energjinë më të mirë të kësaj vere. Çuna faleminderit shumë. Faleminderit ju. Shumë. Gjithashtu dhe ne. Mezi po presim ta shijojmë këtë festival, të shohim muzikë, të shohim njerëz të mirë me energji të mirë, të dëgjojmë muzikë të mirë, por edhe të shohim bukuri
të natyrës shqiptare që është fantastike. Faleminderit shumë. Ne jemi në fund jo vetëm të kësaj puntate, por edhe të këtij sezoni. Niko, na pas keni lënë si ëmbëlsirë në fund. Çarshia. E mbyllëm me festivalin Sundance dhe me energji shumë të mirë, kështu që do shihemi, do dëgjohemi në sezonin e ardhshëm. Niko, shumë faleminderit që ishe bashkëpunëtari im. Shumë faleminderit unë që më dhe këtë mundësi që të më shohin njerëz në një dimension tjetër dimension. Po, shumë faleminderit. Sezonin e ardhshëm nga Top Albania Radio dhe Digital dhe Pardon My French, kalofshi sa më bukur.